Sot në rreth ditës kemi përvendimin për procedurat parlamentare për funksionimin e komisioneve ad hoc dhe realizimin e procesit votimit sipas ligjit për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe përvendimi për krimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit sipas ligjit për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Lidhur me përvendimin e parë për procedurat parlamentare për funksionimin e komisioneve ad hoc dhe realizimin e procesit të votimit sipas ligjit për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, në fillim bëjmë verifikimin e kuorumit para se të fillojmë votimin. Hapet votimi për kuorumin? Hapet votimi me elektronik. Vazhdojmë. Mbyllet. 87 deputet pranishëm, kuorumi është i mjaftueshëm. Atëherë hapet votimi me elektronik në parim për këtë përvendim për procedurat parlamentare për funksionimin e komisioneve ad hoc dhe realizimin e procesit të votimit për i vlerësimin kalimtar gjyqtarëve dhe prokurorëve. Hapet votimi. Vazhdojmë. Mbyllet. Me 87 vota pro, miratohet në parim. Vazhdojmë nën për nën. Sipas vërtetës të komisionit ligjeve, nëni 1 pro kundër abstenim miratohet, nëni 2 pro kundër abstenim miratohet, nëni 3 pro kundër abstenim miratohet, nëni 4 me vërtetë të komisionit ligjeve për pikën 3 dhe pikën 4 pro kundër abstenim miratohet, nëni 5 pro kundër abstenim miratohet, nëni 6 pro kundër abstenim miratohet, nëni 7 pro kundër abstenim miratohet, nëni 8 po, te nëni 7. I lutem mbajmë qetësi. Janë depozituar disa amendamente në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe zoti Rama në mbledhje tha që i ka tërhequr, zoti Luar Rama. Po. E sjell në vëmendjen e kësaj seance. Po patjetër. Nuk keni problem konkret në ndë tani? Jo. Po. Jo do t'i tërheqi. Atëherë neni 8 me vërtet komisionit të ligjeve për i formulim neni? Pro kundër abstenim miratohet, nëni 9 me vërtet komisionit ligje për pikën 3, pro kundër abstenim miratohet, nëni 10 pro kundër abstenim miratohet, nëni 11 pro kundër abstenim miratohet, nëni 12 me vërtet komisionit ligje për pikën 2, pro kundër abstenim miratohet, nëni 13 me vërtet komisionit ligje për pikën 4, pikën 5 dhe pikën 6 pro kundër abstenim miratohet, nëni 14 me vërtet komisionit ligje për pikën 6 pro kundër abstenim miratohet, nëni 15 pro kundër abstenim miratohet, nëni 16 pro kundër abstenim miratohet, nëni 17 pro kundër abstenim miratohet, nëni 18 pro kundër abstenim miratohet, nëni 19 pro kundër abstenim miratohet. Hapet votimi me elektronik në tërësi. Hapet votimi. Vazhdojmë. Mbyllet. Me 87 vota pro, miratohet edhe në tërësi. Vazhdojmë me përvendim për krimin dhe përbërjen. Po, zoti Rama? Po? Faleminderit zoti kryetar për ta sqaruar çështjen e amendamenteve, ato janë paraqitur përpara se sa propozimet që ne kemi bërë të shqyrtohen në komisionin e ligjeve dhe me qënë se janë reflektuar të gjitha në vendimin që sapo miratuam, ne i tërheqim amendamentet e paraqitura për seancën. Po, faleminderit. U tërhoqën ato. Atëherë vazhdojmë me përvendimi për krimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit sipas ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Në mbështetjet në 8.1 të këtij ligji, komisioni ad hoc përbëhet nga 6 anëtarë të ndarë në mënyrë të barabartë midis shumicës dhe pakicës parlamentare. Emrat e propozuar në përbërjen e komisionit ad hoc verifikimit janë nga shumica parlamentare. Kemi zonjë Vasilika Hysi, zotin Ulusi Manja, zotin Luan Rama dhe zotin Shpëtim Idrizi. Nga pakica parlamentare nuk kemi. Me qenë se nga shumica janë paraqitur 4 emra deputetësh, ndërkohë që ligji parashikon vetëm 3 deputet, konferenca kryetare vendosi t'i kalojë proces votimi të 4 emrat. Procedura votimit është për secilin votimi hapur me elektronik dhe në fund fare shpallen në fitues 3 kandidatët që marrin më shumë vota. Atëhere,
Hedhim në votim zotin Ulusi Manja. Hapet votimi. Hapet votimi me elektronik. Vazhdojmë. Mbyllet votimi. Me 78 vota pro, 1 kundër, 1 abstenim. Po. Hedhim votim zonjë Vasilika Hysi. Hapet votimi. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 80 vota pro, 1 kundër, 1 abstenim. Hedhim votim zotin Luana Rama. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 85, 1 abstenim. Hedhim votim zotin Shpëtimi Drizi. Hapet votimi. Vazhdojnë, mbyllet votimi. 23 pro, 7 kundër, 50 abstenim. Atëhere, shpallen fituesë, zoti Ulusi Manja, zoti Vasilika Hysi dhe zoti Luan Rama. Mbyllet, po? Atëhere, votojmë të gjithë projekt vendimin për krimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionin e vlerësimit sipas ligjit për vlerësimin kalimtar gjyqtar dhe prokurorin e Republikës së Shqipërisë. Hapet votimi. Mbyllet. 85 vota pro, 2 kundër, asnjë abstenim. Miratohet edhe vendimi.